Në vendin e tretë kemi vendosur Noizin me koncertin e tij Alfa Show. Që e ka bërë disa herë. E ka bërë disa herë, 2 herët e para e ka bërë te sheshi Nën Tereza, më pas në stadium, më pas në Athinë. Jo të gjitha kanë qenë shumë të suksesshme të themi. Por vlen të duhet trokitet për iniciativë. Po, patjetër, se sa do ta bësh katër organizim. Po, shumë gjë e madhe. Në vendin e dytë është Alban Skëndera. Me turin e tij Motiv e ka bërë në Shqipëri, shkoi në Londër, shkoi në Milano, tashmë sapo ka bërë dhe në Athinë. I madh është Albani. Sold out kudo. Nuk e di domethënë ai artist është artist me atë madhe. Jam i sigurt ai me një bluzë, t-shirt dhe me një kitare të dalë mbush stadiumin. Po ky është artisti në fund të ditës. Kush është vend parë tani? Në vend të parë tani është ajo artistja dhe kjo me atë madhe shumë. Por që i fillon emri me Kjo ka një jetë të madhe. Elvana Gjata është në vend të parë dhe jo pa një arsye, sepse vërtet ka bërë vetëm në Tiranë, në Gjermani dhe tashmë së fundmi do ketë dhe koncertin e saj në Milano. Po, e gjithë skena, të gjitha performanca, visuals, artistët e ftuar, kërcimi. të menduara në detaje.